Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një përjetim që shumë njerëz e kanë ndjerë të paktën një herë në jetë, por që rrallë diskutojnë hapur. A ju ka ndodhur ndonjëherë të jeni vetëm në dhomë dhe pa pritur të ndjeni sikur nuk jeni vetëm? Një ndjesi pranie sikur dikush po ju vëshkon, edhe pse nuk është askush aty. Disa përshkruajnë si hije në cep të syrit, të tjerë si ndjesi frymarrje pranë tyre. Madje ka nga ata që ndihen të paralizuar nga frika. Shumë e lidhin këtë përjetim me fenomene paranormale apo shpirtra. Por çfarë thotë shkenca në të vërtetë? Në këtë video do të shohim çfarë fshihet realisht pas ndjenjes së pranisë së dikujt në dhomë dhe pse truri ynë është i aftë ta krijojë këtë iluzion kaq pendas. Paraliza e gjumit, përjetimi më i zakonshëm. Një nga shpjegimet më të shpeshta quhet paralizë gjumi. Kjo ndodh kur trupi është ende në fazën e gjumit, por mendja zgjohet. Gjatë kësaj faze nuk mund të lëvizni, nuk mund të flisni dhe shpesh ndjeni presion krahëror. Por pjesa më e fortë është ndjesia e pranisë. Truri ende pjesërisht në gjendje ëndre projekton figura, hije apo qenie në dhomë. Këto halucinacione mund të duken jashtëzakonisht reale, sepse ndodhin në kufirin mes gjumit dhe zgjimit. Shumë kultura në botë e kanë përshkruar këtë fenomen si vizita shpirtrash, por sot neurologjia shpjegon si rregullim të përkohshëm të ciklit REM. Mekanizmi i mbijetesës në tru. Truri ynë është i programuar për ta zbuluar rrezikun edhe kur ai nuk ekziston. Në evolucion ishte më mirë të mendoje kapimisht se ka dikush pranë teje, sesa të mos e vëreje një kërcënim real. Për këtë arsye, truri ka një sistem hipervigjilent që skanon vazhdimisht ambientin, në errësirë, në heshtje apo kur jemi vetëm. Ky sistem bëhet edhe më aktiv. Rezultati mund të jetë ndjesia se dikush po të sheh, frikë pa arsye të qartë ose perceptim lëvizjesh që nuk ekzistojnë. Pra është një mekanizëm mbrojtës, jo paranormal. Roli i stresit dhe ankthit. Stresi kronik e vendos trurin në gjendje alarmi. Kur sistemi nervor është i mbingarkuar, rritet ndjeshmëria ndaj zhurmave, rritet imagjinata kërcënuese dhe perceptimet shtrembërohen. Personat me ankth të lartë raportojnë më shpesh ndjesinë e pranisë së dikujt, sidomos natën. Kjo ndodh sepse mendja nuk arrin të relaksohet plotësisht, edhe kur trupi është në pushim. Iluzionet vizuale në errësirë. Sytë nuk shohin mirë në dritë shumë të ulët. Kur ndodhem në errësirë, truri përpiqet të plotësojë përshllëqet e informacionit vizual. Hijet, mobiljet apo rrobat mund të interpretohen si figura njerëzore. Ky proces quhet paraidoli, tendenca e trurit për të parë fytyra apo forma njerëzore aty ku nuk ka. Është i njëjti mekanizëm se shohim forma në re apo fytyra në objekte. Ndikimi i lodhjes ekstreme. Kur jemi shumë të lodhur, kufiri mes imagjinatës dhe realitetit dobësohet. Privimi nga gjumi mund të shkaktojë halucinacione të lehta, ndjesi pranie apo perceptime të shtrembëruara të ambientit. Truri i raskapitur nuk përpunon informacion siç duhet dhe krijon perceptime që duken reale. Roli i kulturës dhe besimeve. Mënyra se interpretojmë varet shumë nga kultura ku jetojmë. Në disa vende quhet vizitë shpirtrash, në të tjera hijenate. Diku lidhet me demon dhe diku me energji, por përjetimi bazë neurologjik është i njëjti. Truri krijon ndjesinë, kultura jep kuptimin. Ndjenja se dikush është në dhomë me jo mund të duket e vrekshme dhe misterioze, por në shumicën ndërmuese të rasteve ka shpjegim shkencor. Ajo lidhet me paralizën e gjumit, mekanizmat e mbijetesës së trurit, stresin dhe ankthin, iluzionet vizuale dhe lodhjen mendore. Truri ynë është aq i fuqishëm sa mund të krijojë përjetime që duken plotësisht reale edhe ku nuk janë, sepse jo gjithçka që duket paranormale është vërtet e tillë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.